apo jo, për të zhvilluar aftësitë dhe shprehjet e lëndën e matematikës, përdorni gjithashtu metodash dhe teknika të mësimdhënies. Jo vetëm në lëndën e matematikës, por në të gjitha lëndët e tjera na shërbejnë metodat. Marrim lëndën e gjuhës, marrim një lëndë tjetër. Atëherë, a nuk janë metodat ato që ne përdorim gjithkohës? Marrim të parën, e cila futet në metodat në qendër nxënësin. Më pas në një fjalë kemi një figurë një mësues duke shkruar nxënës. Metodat që kanë në qendër mësuesit janë ndër ato metodat e vjetra. Qëllimi i arsimimit sipas tyre nuk është vetëm fitimi i njohurive, por gjithashtu dhe drejtimi i individit për zhvillimin e aftësive të veta. Më pas na thuhet, në kuadër ata kanë argumentuar nevojën e pjesëmarrjes aktive të nxënësit në mësim dhe kanë përpunuar një shumëdhëshmëri metodash që japin përparësi veprimeve të nxënësit. Atëherë, në disa orë më përpara, më parë ne kemi parë edhe orët e ditarit, kemi parë ku kemi trajtuar aty dhe metodën me qendër nxënësit. Cila ishte ajo metodë me në qendër nxënësin? Janë metodat e reja bashkëkohore që janë futur me në qendër nxënësin, që si kemi parë që gjatë gjithë kohës ishte nxënësi ai që fliste, që mësuesi bashkë bisedonte me nxënësin. Ndryshe çfarë, shkruani një fjalë në drasën e zezë, atëherë si arrini ta shpjegoni mësimin? Arrini ta shpjegoni mësimin vetëm me anë të asaj fjale, duke çfarë? Duke thënë fjalët e tjera që arrim në shpjegim. Më pas në fund fare çfarë? Vetëm plotësohet nga mësuesi. Do të thotë metodë me në qendër nxënësin, i gjithë mësimi nxirret nga ana e nxënësit. Në rregull? Çfarë do mësuesi? Vetëm shton pjesën në fund. Atëherë të jepen grupet e metodave, qendër nxënësin, qendër mësuesin për 4 ciklet e parë të shkollave nëntëvjeçare. Grupi i parë thotë synon dhënien e informacionit. Roli i tyre qëndron në pajisjen e nxënësve me njohuri që do të sigurojë bazën e zhvillimit të menduarit të mëtejshëm. Cili është grupi i parë? Grupi i parë është grupi me në qendër mësuesin. Ka qenë mësimi dikurshëm që bëhej gjatë gjithë kohës me në qendër mësuesin. Pse? Sepse ai ishte vëllëja e mësimit autoritar ose i mësuesit autoritar, që ishte gjatë gjithë kohës që vetëm ai fliste dhe vetëm nxënësit dëgjoheshin. Dhe vetëm në momentet ku drejtohej pyetja, atëherë nxënësit ishin të lirë të përgjigjeshin. Kurse në ditët e sotshme nuk ndodh kjo, është e kundërta. Nuk është më e njëjta gjë. Do të thotë që biseda, bashkëbisedimi, që është akusin bisedën, fusim dhe bashkëbisedimin, që kanë lidhje me metodat me në qendër nxënësin. Dakor? Më pas kemi në grupin e dytë përfshirë metodat dhe teknikat që kanë në qendër veprimtarin e nxënësit. Këto metoda përshkruajnë nga parimi se nxënësi nxë më mirë duke vepruar vetë. Është më se e vërtet që nxënësi nxë më mirë duke vepruar vetë. E keni parë më shumë në orët tuaja të lira. Kë kemi quajtur më përpara orë të lira. Janë ato që ne punojmë të pavarur, që punojmë në grupe, janë ato që ne bëjmë detyrat e shtëpisë, janë ato që zgjidhim një detyrë, e zgjidhim në klasë, këto quhet punë e pavarur, dakor? Ose ndryshe mund të jenë disa minuta që janë të lira. Më pas, çfarë kemi? Në këtë grup përfshihet zgjidhja e problemit, të mësuarit problemor, diskutimi, puna në grupe të vogla. Pse përfshihen? Sepse janë të gjitha në orë pune të pavarur. Në diskutimin në grupe të vogla ju ndodh më shpesh që ta bëni në orët e lira ku keni tema sociale, ku bëni në përgrupe ku ju përgjigjeni atyre 10 pyetjeve. Dakor? Kurse në rastet e tjera, në rastin e lëndës së didaktikës së matematikës, është pak e vështirë që ne të diskutojmë në grupe të vogla. Pse është pak e vështirë? Sepse ne gjërat i kemi më konkrete, dakor? Nuk i kemi aq me fjalë, nuk janë të tilla që ne mund të flasim dhe mund të diskutojmë në grupe, janë më të sakta. Përdoren dhe metoda të tjera si induksion, deduksion, lojra didaktike, konkursi mësimor. Konkursi përdoret në përgjithësitë e lëndës shkencore, dakor? Më pas kemi shpjegimin. Shpjegimi është metoda e mësimdhënies që synon sqarimin e koncepteve, ideve, argumentimin e mendimeve të shprehura e të tjera. Faza e parë është përgatitja për shpjegim. Në këtë fazë mësuesi kryen këto veprime. Një nivelin e nxënësve dhe nevojat e tyre për temën që do të shpjegohet. Përpara se ne të shpjegojmë, duhet të dimë se çfarë niveli ka klasa dhe duhet të marrim atë temë që është brenda planit dhe që ju përgjigjet çfarë? Që ju përgjigjet nevojave të klasës. Pse? Nëse niveli i klasës do të jetë në një nivel të ulët, dhe nëse ne do marrim një temë për të shpjeguar diçka tjetër, atëherë si i bie? I bie që klasa i bie të jetë direkt jashtë linje. Më pas të thuhet, planifikon me kujdes se çfarë do të shpjegohet dhe si do ta kryej shpjegimin. Pra, mënyrën se si do ta kryej. Mund të më ndihmoni me diçka. Ku e bëjmë ne planifikimin e orës së mësimit? Në përgatitjen e ditarit. Pra, në përgatitjen e ditarit ne bëjmë planifikimin e orës së mësimit. Çfarë? Përpara se ne të vemi, duhet të dimë se çfarë duhet të japim. Dakor? Atëherë ku e kemi përgatitur? E kemi përgatitur në ditar. Cilat janë rubrikat që ne përdorim në ditar?
Objektivat, shumë mirë. Objektivat, mjetet, fjalë kyçe, po, përforcimi, ndërtimi njohurivi, struktura. Atëherë, cila është e para? Marrim objektivat, marrim mjetet, marrim zhvillimin. Po më pas, kemi përforcimin, por përpara se të kemi përforcimin dhe ndërtimin e njohurive, cila është metoda që ne do të përdorim, dakord? Pra duhet të përfshim strukturën, më pas duhet të përfshim komplet përforcimin, që ishte komplet përsëritja e njohurive që ne kemi bërë më përpara. Më pas të thotë, përcaktoni objektivat që do të arrijnë nëpërmjet shpjegimit. Është mos e vërtetë që objektivat është hapi kryesor. Përcakton hapat që do të ndjek për të shpjeguar konceptet, metodat, idetë, algoritmet e ndryshme. Gjen skema, diagrame, shembuj për konkretizim, përzjedh mjetjet që do të përdor. Atëherë, kryesorja është që poshtë objektivave në një orë ditare duhet patjetër që ne të shënojmë mjetet që do të përdor. Duhet të dimë, mund kemi drasën, kemi librat, kemi shkumsat, kemi trupat gjeometrik në rastin e një kapitulli për trupin gjeometrik, kemi në matematik ne kemi shumë shembuj për ta ilustruar sepse mund kemi pezza, kemi kubet, kemi shifrat, kemi numrat, pra kemi bazën materiale, kemi thënë që në klasat fillore baza materiale duhet të ishte kryesorja. Atëherë si i bie që klasa jon është e mbushur me bazë materiale dhe kjo është ajo që ne përdorim, dakord, që për çdo mësimi ne na futet në punë. Më pas çfarë? Gjejmë skema diagrama, është mos e vërtet, shembuj, diagramat po, ne diagramat i kemi nga më të fundit të paktën në orët e matematikës, duke përfshirë bashkësitë, diagramat e gjitha me radhë, i kemi pafund, pra diagrama dhe tabelat të paktën neve nuk na mungojnë. Është faza e dytë që shkruajja e shpjegimit. Ku përfshihen teknikatyrse? Për të nisur shpjegimin mund të përdoren teknika dhe mjete të ndryshme. Në drasën e zezë, mësuesi shkruan një koncept, një fjalë, një algoritëm ose një temë. Atëherë çfarë? Një koncept, një fjalë, algoritëm ose një temë. Çfarë do bëjnë nxënësit me anë të kësaj fjale? Atëherë me anë të kësaj fjale, ata do të thonë komplet të njohurit që kanë më përpara rreth kësaj teme, pra nuk arrin ta zbërthejnë deri në fund për disa njohuri, disa fjalë dhe i dinë, atëherë çfarë? Gjon nxënës, gjersa thot fjalët e veta, mësuesi i merr dhe i shkruan në drasën e zezë. Në drasën e zezë, mësuesi shkruan konceptin, fjalën, algoritmin. Kjo teknikë ndihmon mësuesin që të kuptojë se çfarë dhe çfarë nuk din, pra se çfarë njohurish ka rreth asaj fjale ose rreth atij koncepti dhe çfarë njohurish nuk kanë rreth asaj fjale ose rreth atij koncepti. Zbatoj shpjegimin, u drejtohet pyetje nxënësve për të njohur shkallën e të kuptuarit dhe të përvetësuarit të njohurive. Kemi thënë që në mënyrat e të drejtuarit të pyetjeve, kemi trajtuar shumë pak një herë tjetër, mënyrat e të drejtuarit të pyetjeve nuk janë vetëm për të vlerësuar studentin, nuk janë vetëm për të vlerësuar nxënësin, është për të ditur se sa njohuri ai ka. Pra se sa njohuri, sa të ka kuptuar, sa ka, sa di, pra jo vetëm teknikat që kanë qenë dikush që nëse dikush pyet e ngrihet, duhet patjetër t'i vendosë një notë. Nuk është kjo më metodë. Më pas të thotë, veprimtaritë të ndryshme që kryen nxënësi janë më efikase se pyetjet. Është mos e vërtetë, sepse veprimtaritë e tjera që bëhen në kohën e sotshme janë shumë më efikase se sa vetë pyetjet që mund të ketë. Ndodh që nxënësi ka kuptuar konceptin, por s'është në gjendje ta zbatojë atë në zgjidhjen e detyrave të ndryshme. Ku ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye sepse nga një mos shpjegimi i mirë, ndodh që nxënësi mund ta marrë për momentin konceptin, por nuk mund që ai të kryejë detyrat kur vete në shtëpi. Pse? Sepse ndoshta hapat në momentin që ai koncept është dhënë, nuk janë dhënë sipas një algoritmi ose nuk janë dhënë shkallë pas shkallë, hall pas hallke, dakord? Pra kjo vjen nga mos shpjegimi i mirë. Pra, më pas, duke e lidhur me një fjalë, kalojmë te pjesa që thuhet nga një mos barazimi dhe një shpjegimi. Nëse nuk planifikohet me odhësi çdo element, shpjegimi mund të ketë shpërqendrim të vëmendjes. Është e vërtetë që mund të ketë shpërqendrim të vëmendjes, sidomos në klasat e ciklit fillor, ku fëmijët janë tepër të vegjël në moshë, atëherë dikush me një fjalë në bankat e fundit zakonisht ekziston mundësia që nuk është aq vëmendja saç mund të jetë në bankat e para, dakord? Përveç se kësaj është edhe pjesa tjetër. Dikush pëlqen të pikturojë, dikush merret me diçka tjetër, vjen orari drekës, dikush e ka mendjen për me ngrënë diçka dhe të gjitha këto ndikojnë në mos përqendrimin e nxënësit ndaj mësimit. Atëherë, nëse nuk përzidhen si duhet shembujt e mjetet, mund të mos përcillet nxënësi konkretizimi dhe qartësia. Pse? Të paktën në klasat fillore, konceptet duhet të jepen sa më të sakta, sa më të qarta. Pse? Të paktën
në lëndët shkencore ndodh që gabimet të bëhen që në klasat fillore, sepse ne e marrim konceptet, por nuk i marrim siç ato janë në të vërtetë. Marrim konceptin e relacionit. Ne e njohim sikur është vetëm lidhja me çfarë? Është vetëm ajo shigjeta dhe në kupton që është relacioni, por në të vërtetë kur ne rritemi, ne shohim që ai kalon në funksion, kalon në disa etapa të tjera që është komplet ndryshe nga ajo çfarë ne kemi parë më përpara. Atëherë do të thotë që në fillim aty është krijuar një degabim për konceptin e relacionit, dakor? E njëjta gjë ndodh edhe me pjesët e tjera. Ne vërtet e kemi thënë që shembujt që ne ilustrojmë, që marrim, duhet të jenë sa më të thjeshtë, por jo deri në atë mënyrë sa të jepen gabim. Dakor? Pse? Në momentin që merret gabim, rimerret gabim dhe këtu vjen edhe mangësia të paktën në lëndët shkencore, sepse përforcohet nga klasa në klasë, përforcohet në mënyrë gabim. Dakor? Më pas kemi, nëse gjatë procesit të shpjegimit nuk drejtojmë pyetje që do të ndihmojnë për të verifikuar shkallën e të kuptuarit të koncepteve, ideve dhe algoritmeve, nxënësit atëherë mund të rrezikohet paza pasardhëse. Pse? U dha shpjegimi. Mbasi është dhënë shpjegimi, duhet të dimë se sa është marrë ky informacion. Çfarë duhet të bëjë? Duhet të drejtojmë pyetje. Në momentin që ne e shpjegojmë dhe nuk drejtojmë pyetje, çfarë? E rrezikojmë fazën tjetër pasardhëse, rrezikojmë teknikat e tjera, dakor? Më pas thot, mësuesi duhet të bëjë kujdes, ti ketë parasysh këto pasoja gjatë realizimit të shpjegimit. Të gjitha këto dëmtojnë, pra çojnë atë në mos realizimin e shpjegimit. Kemi biseda. Tham që si realizimi i shpjegimit, si biseda, ku hynim? Hynim tek metodat me në qendër nxënësin. Pse? Sepse biseda, bashkëbisedimi, shpjegimi janë të gjitha me fjalë me në qendër nxënësit. Biseda është metodë e mësimdhënies, sipas së cilës mësuesi gjatë dhënies së informacionit ka për qëllim që ta përvetsojë më mirë të tërheqë nxënësin në bashkëbisedim. Do të thotë që në orët në qendër nxënësin janë të lirë nxënësit që të bashkëbisedojnë, jo vetëm mësuesi të flasi gjatë gjithë kohës. Kjo metodë përdoret për përvetësimin e njohurive. Biseda përdoret për të shkëmbyer informacion. Pra, përdoret për të shkëmbyer edhe në orën e mësimit, jo vetëm në jetën e përditshme, pra dhe në orën e mësimit ne shkëmbejmë informacion si japim edhe marrim dije. Dakor? Më pas kemi dy lloj bisedash, kemi katetike dhe heuristike. Biseda e parë është metoda e përhapur, është ajo metodë me fjalë katetike, është e përhapur në dhënien e mësimit të matematikës, kur shurtimi i lëndës së re bëhet nga mësuesi. Do të thotë, është pak a shumë ajo metoda e vjetër që gjatë gjithë kohës lënda bëhet me anë të mësuesit. Më pas kemi pjesën e dytë, thotë, materiali transmetohet dhe përvetësohet nëpërmjet një sistemi pyetjesh dhe përgjigjesh midis nxënësve dhe mësuesve. Metoda e bisedës ka sukses vetëm nëse mësuesi ka përgatitur me kujdes vargun e pyetjeve që do t'ju drejtojë klasës në mënyrë që të arrihet në përfundimin e duhur. Pse? Sepse në qoftë se mbas realizimit të mësimit, dim që në klasat fillore çdo minutë me një fjalë, çdo 45 minuta janë gjithçka e programuar. Do të thotë 10 minuta ose 15 minuta është shpjegimi, 5 minuta është pjesa që pyetet nxënësi në fillim kanë kryer detyrat, si kanë kryer detyrat, i kanë kuptuar, nuk i kanë kuptuar, pra çfarë është çdo gjë me kronometër.